Të nderuar kryetar I Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë, të nderuara mediume që po ndjekni, unë këtë intervenim procedural e mora që të kumtoj qëndrimin tonë si Aleancë për shqiptarët, që prezentohemi me 3 deputet në këtë Kuvend të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në lidhje me ligjin për kundërvajtjet që është sot në procedurë parlamentare. Ne edhe publikisht kemi shprehë qëndrimin tonë se jemi për sigurinë e qytetarëve, por nuk jemi që ky ligj të kalon në këtë format, sepse ky ligj nuk është gjithëpërfshirës, ky ligj nuk është në sinkronizim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjithsesi me nenin 9 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të cilin domethënë ky ligj planifikon të aplikohet apo të funksionon vetëm në 3 qytetet, që është Kumanova, Shkupi dhe Tetova. Me këtë ligj ne I diskriminojmë qytetarët dhe ju bëjmë një të padrejtë qytetarëve të cilët janë në këto qytete. Andaj unë kisha dashur që edhe Kuvendi I Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe prezenca e deputetëve që është këtu sot, që ta shqyrtojnë vendimin edhe një herë për sjelljen e këtij ligji, sepse ky ligj para së gjithësh, përveç që nuk është në sinkronizim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përveç që nuk garanton barabarësinë e qytetarëve, hin edhe në privatësinë e qytetarëve, që është një drejtë e pacënueshme për çdo qytetar. Andaj përmes këtij ligji, institucionit të Ministrisë së Punëve të Brendshme I japmi një kompetencë të jashtëzakonshme dhe cila është garanca e cila ata njerëz nuk do ta keq përdorin, domethënë incizimet apo ato filmimet që bëhen nga kamerat e Safe City-t. Ne kemi mundësi që të sigurojmë qytetarëve siguri më të madhe në komunikacion, duke shtrënguar apo duke qenë policia më efikase, edhe gjyqësia duhet të jetë më efikase në këtë drejtim. Andaj si deputet të Aleancës për shqiptarët, ne shprehim qëndrimin tonë se do të votojmë kundër dhe në mënyrë kategorike do ta kundërshtojmë këtë ligj. Dhe e fundit që do ta bëjmë është se do të parashtrojmë kërkesë deri te gjyqi kushtetues për kushtetutshmërinë e këtij ligji. Faleminderit.